Lirohet nga burgu Ilir Beqa, ish ministri i shëndetësisë kalon në arrest shtëpie pas shuarjes së afateve të paraburgimit. Avokati nuk do të apeloj vendimin. Mazhoranca deklaron se shkrirja e 15 bashkive bëhet për të fuqizuar pushtetin vendor. Opozita e quan plan shpopullimi, qytetarët protestojnë në Patos e Maliq. Kryeministri Rama deklaron se deri në vitin 2028 ushtria do të kompletohet me pajisje nga më të thjeshtat deri tek më të sofistikuarat, të gjitha made in Albania. Policia e Durrësit arreston një 38 vjeçar të akuzuar për zjarrin që shkrumboi një magazin private. Zjarrfikësit ishin në betejë me flakët gjatë gjithë natës. Situatë kaotike në Spanjë, mijëra emigrant afrikan dynden nga Maroku drejt kufirit evropian, humbin jetën 57 persona, reagojnë Brukseli e Washingtoni. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Ish ministri I shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga burgu për shkak të shuarjes së afateve të paraburgimit. Gjykata e posaçme vendosi kalimin e tij në arrest shtëpie. Avokati I Beqajt përshëndeti vendimin dhe tha se nuk do të apelojë. Lirohet nga qelia Ilir Beqaj. Afro 2 vjet nga arrestimi për dosjen Saspak, ai u vendos në izolim shtëpiak pasi afatet e paraburgimit u dogjën. Beqaj akuzohet për korrupsion pasiv, shkelje barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim në bashkëpunim dhe mosdeklarim pasurie për periudhën kur ishte drejtuesi I agjencisë që kishte në menaxhim fondet e huaja. Avokati I tij Ermal Yzeira e konsideroi vendimin të drejtë dhe nuk pritet të apelojë. Kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datë 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo I bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak. Për këtë arsye shuhen automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do të apelojmë, po edhe prokuroria nuk do të apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrest në shtëpi. Te Inten edhe Ermal Kurtula, që është I pandehur për po të njëjtën dosje, u vendos në arrest shtëpiak. Prokuroria thotë se teksa drejtonte agjencinë Saspak, Ilir Beqaj kishte kryer procedura fiktive në alokimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në SPAK u paraqit këtë të premte ish numri 2 I qeverisë Belinda Balluku së bashku me avokatin e saj Ardian Kalia. Ajo qëndroi rreth 20 minuta në prokurorinë e posaçme. Zyrtarisht SPAK thotë se Belinda Balluku është thirrur në prokurori për të njohur me akuzën, e cila lidhet me disa procedura prokurimi, objekt hetimi, për të pyetur lidhur me akuzat, si dhe për t'i komunikuar akte të tjera procedurale. Në dalje, Balluku refuzoi të flasë për mediat. Shkrirja e 15 bashkive është bërë për të forcuar pushtetin vendor. Deklarata është bërë sot nga bashkëkryetari socialist I reformës territoriale Arbian Mazniku. Sipas tij, qytetarëve në zonat e prekura nuk do të largohet asnjë shërbim. Një ditë pas depozitimit në Kuvend, bashkëkryetari socialist I reformës Arbian Mazniku ka shpjeguar hartën e re territoriale. Në një konferencë për mediat, ai shpjegoi se arsyeja e reduktimit nga 61 në 46 bashki është fuqizimi I tyre. Kemi propozuar një skemë të re, shumë të rëndësishme për mënyrën se si organizohet pushteti vendor në Shqipëri. Nga logjika tanishme bashki, njësi administrative, kalojmë në logjikën bashki, qytet, njësi administrative. Për qytetarët e zonave që tashmë do të jenë pjesë e bashkive të mëdha, Mazniku siguroi se shërbimet do t'i marrin sërish në institucionet vendore ekzistuese. As edhe një shërbim nuk largohet nga territori, as edhe një zero. Çdo shërbim qytetar ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Pretendimet se ky propozim I mazhorancës vjen për arsye elektorale u mohuan nga Mazniku. Elementi politik është një element I cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashki të vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit për socialistë në nivel kombëtar. Gjatë prezantimit ai sqaroi dhe arsyen pse Rinasi është vetmja zonë që po I bashkohet Bashkisë së Tiranës. Rasti I vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti I Rinasit për një arsye cila është kombëtare. Elementi I parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar.
Së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron. Bashkëkryetari Socialist e Reformës ftoi edhe një herë demokratët që t'i bashkojnë diskutimeve në shtator për ta finalizuar produktin final për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Demokratët e kanë konsideruar antikushtetuese hartën territoriale të socialistëve që e ndan vendin në 46 bashki. Lideri i opozitës Ali Berisha ka paralajmëruar se do të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm për të penguar me çdo kusht miratimin e saj. Propozimi i Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, e cila redukton numrin e bashkive, ka sjell kundërshtimin e opozitës. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe bashkëkryetari i Reformës Territoriale Luciano Boçi u shprehën se propozimi i mazhorancës është në shkelje të ligjit, pasi nuk ka dalë nga komisioni i posaçëm. Paraqitin në parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoj atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera. Pari nuk është ligjore sjellja e një projekti për reformën territoriale nga një grup i caktuar deputetësh. Demokratët dhanë dhe propozimin e tyre të hartës së re, me 6 rajone dhe 100 bashki. Madje sfiduan socialistët që qytetarët të vendosin për versionin final me anë të një referendumi. Për të bërë maksimumin e mundshëm që varianti në interesin më të mirë të qytetarëve të triumfojë në këtë reformë. Sigurisht që ne do e kërkojmë, por përballë duhet dhe sfidanti apo jo në një referendum. Pra duhet dhe projekti i tyre të kalojë nëpërmjet referendumit. Pyetur nëse për shkak të mosdakordësive për territorialen do të bojkotohet edhe reforma zgjedhore, Berisha e kundërshtoi. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë. Kryeopozitari komentoi dhe lirimin e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj. Sipas tij, ky vendim tregon se kryeministri Edi Rama është ai që kontrollon sistemin e drejtësisë. Banorët e disa bashkive të vogla që preken nga harta e re territoriale kanë kundërshtuar ndarjen e propozuar nga socialistët, ata thonë se shkrirja e këtyre njësive bën shumë të vështirë marrjen e shërbimeve. Propozimi i Partisë Socialiste për hartën e re territoriale ka krijuar pakënaqësi në disa nga bashkitë ekzistuese në vend. Konkretisht, ai parashikon shkrirjen e bashkisë Maliq dhe kalimin e saj si njësi administrative në administrimin e bashkisë Korç. Nëse ky propozim i ratohet, mbi 30.000 banorë të më shumë se 70 fshatrave do t'i drejtohen bashkisë së Korçës për të marrë shërbimet administrative. Ky propozim është kundërshtuar nga banorët e Maliqit, të cilët shprehen se shërbimet duhet të jenë sa më pranë qytetarëve dhe jo më larg. Jo, unë jam me këtë, sa më afër shërbimi ka si popullit. S'duhet të prishet, sa më afër. Të prishet ikin edhe të po e largon, do më dhe largon popullin. Nuk jam dakord të prishet atë, inshallah mosti. Ne shqyr që i kemi bashkinë afër këtu. Kemi nevojë për bashkinë. Po ikin tëra gjërat. Përse? Tërë investimet, tërë ato gjërat janë bërë tash të mira këtu. Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar shkrirjen e bashkisë së tyre. Sipas banorëve, çdo ndryshim i statusit administrativ të qytetit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e tij dhe do t'i mbante larg shërbimeve. Nuk mund të bëj reformën Arbër Mazniku, që se njeh fare Patosit. Nuk e njeh absolutisht fare, ai s'di si ç'bëhet. Jam kundra edhe në qoftë se arrihet kjo që të bëj bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnanës. Në mënyrë pa diskutueshme, bashkia duhet të ekzistojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët. Po është një bashki e madhe që si bie radha kur jo Patosit, po as Rresinave me fjalë këto që të ofrojnë shërbime. Kështu që shekot. Të themi të drejtën, jemi të pakënaqur për shkëputjen e Patosit që bashkohet me Vjerën. Sepse gjithë zona e Patosit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në një gjest të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidh një problem. Propozimi i Partisë Socialiste për ndryshimin e hartës territoriale parashikon uljen e numrit të bashkive në 46 të tilla.
Shqipëria po bëhet një vend prodhues i armatimit ushtarak dhe kjo veprimtari do të zgjerohet më tej. Kryeministri Rama premtoi se deri në vitin 2028 forcat e armatosura do të kenë më shumë pajisje, të gjitha me markën Made in Albania. Nga armët e deri tek mjetet ushtarake më të sofistikuara, Shqipëria do vazhdoj prodhimin për mbrojtjen duke i thënë jo importit. Kryeministri Edi Rama në aktivitetin ku shpërndan 40 mjete të reja për forcat armatosura tha se vendi duhet të vijojë prodhimin vendas nëpërmjet startupeve. Ne nuk jemi të prirur që fitojnë, ndërkohë që shteti shqiptar thjesht vën dispozicion asete dhe thjesht merr disa nga të mirat e kësaj pune, që janë teknologji, punësime tjera. Por ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranojë shtetin si ortak. Duke mbajtur fokusin tek mbrojtja si sektor prioritar, por dhe si një kërkesë që NATO ua ka bërë vendeve anëtare, Rama deklaroi se sektori do të kompletohet brenda 2 viteve. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Rama u shpreh se së shpejti vendi do të pajiset edhe me një kompani të re, e cila do të jetë në dispozicion të emergjencave civile dhe pushtetit vendor. Që do të jetë një kompani e ushtrisë shqiptare në shërbim të gjithë bashkive, një kompani e infrastrukturës e cila do të bëjë mirëmbajtje, e cila do të bëjë ndërhyrje që lidhen me infrastrukturën e kanaleve, me infrastrukturën e kanaleve ujitës, vaditës, rrugëve. Këtë lëvizje vi në kuadër të rritjes së angazhimeve të vendeve anëtare të NATO-s në fushën e mbrojtjes. Shqipëria me aktin e fundit normativ rriti buxhetin e mbrojtjes në rreth 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Edhe sot qytetarët protestojnë në bulevardin qendror të Tiranës duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Grumbullimi ka nisur në sheshin Skënderbej për të vijuar më pas me zhvendosjen drejt kryeministrisë. Prej afro 2 muaj qytetarët, kryesisht të rinj, protestojnë duke kërkuar veç dorëheqjes së kryeministrit edhe anulimin e disa ligjeve. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia si autori i zjarrit që shkrumboi një magazin private në Shkozet. Ai ndezi një sipërfaqe me barishte, por situata në pak minuta i doli nga kontrolli. Zjarrfiksi ndërkohë punuan gjithë natën për të çuar flakët. Zjarri për masave të mëdha që përfshiu një magazin në zonën e Shkozetit mbrëmjen e të njëjtës, u shua vetëm në orët e para të mëngjesit të së premtes, pas një operacioni të pandërprerë që zgjati gjatë gjithë natës. Policia arrestoi një 38 vjeçar si autor të dyshuar të ngjarjes. Admir Ndoja ndezi zjarr për djegjen e barishteve pranë magazinës së subjektit privat. Si pasojë e daljes së flakëve jashtë kontrollit, zjarri përfshiu magazinën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Punonjësit e shërbimit zjarfikës të Durrësit, të mbështetur edhe nga forcat e tjera, luftuan për orë të tëra me flakët për të shmangur përhapjen e zjarrit në objektet përreth. Disa zjarfikëse patën shqetësime nga lodhja, nga vapa, po edhe nga prania e tymit që kanë tentuar të futen disa herë brenda në punën e tyre për shorjen e zjarrit. Momentalisht të gjithë kanë marrë ndihmën e parë dhe kanë dalë, vetëm një person kemi momentalisht, ka pas edhe pak probleme shëndetësore. Për shkak të situatës së krijuar dhe masave të sigurisë, shumë lagje të qytetit të Durrësit mbeten pa energji elektrike për afro 10 orë. Pronarët e magazinës bën bilancin e shkatërimeve nga zjarri, që rezultoi të jetë shumë i madh. 2 personat akuzuar për vjedhje janë arrestuar në Vlorë nga policia. Ata ishin në masën e sigurisë arrest në shtëpi në Tiranë, por e kishin thyer atë dhe kishin shkuar në Bregdet për të grabitur të tjera shtëpi.
Policia e Vlorës ka arrestuar 2 hajdut, të cilët ishin nisur nga Tirana drejt qytetit bregdetar me synim grabitjen e banesave dhe bizneseve. Agron Goxhaj, 48 vjeç dhe Andi Hasani, 46 vjeç, të dy banues në kryeqytet janë kapur në flagrancë teksa po tentonin të hapnin derën e një shtëpie në lagjen Bashkimi. Dyshja kishte udhëtuar drejt Vlorës, duke marrë me vete edhe mjetet dhe pajisjet e posaçme për hapjen e bravave dhe kasafortave. Operacioni koduar Again u finalizua pas informacioneve operative se 2 persona me precedent për vjedhje ishin në Vlorë dhe po planifikonin grabitje. Policia e ka ndjekur dhe i ka kapur në flagrancë, pikërisht në momentin kur po tentonin të hynin në banesë. Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën është fakti se të dy ishin me masën e sigurisë arrest në shtëpi të vendosur për një tjetër vjedhje. Pa kohë më parë, Goxhaj dhe Hasani ishin arrestuar në Tiranë për një vjedhje spektakolare. Ata kishin hyrë në banesën e një punonjësi policie në zonën e Porcelanit dhe kishin marrë kasafortën. Brenda saj kishte para, bizuteri dhe një pistolet. Por kur hajdutët pan armën u trembën dhe vendosën të riktheheshin për ta lënë pas kasafortën dhe armën. Ishte pikërisht ky rikthim që i ekspozoi. Policia kishte marrë njoftimin për vjedhjen dhe kur dyshja u kthye në banesë, efektivët i kapën. Çmimi i naftës në pikat e karburanteve në vend ka shënuar një tjetër rritje, duke arritur në rreth 214 lek për litër nga 206 lek që ishte më parë. Rritja vjen në një kohë kur bordi i transparencës nuk është më funksional, pasi është shpërbër duke lënë përcaktimin e çmimeve në dorë të tregut. Megjithatë, rritja vjen në një kohë kur çmimi në bursë ka rënë me rreth 11% ditët e fundit. Aktualisht, nafta Brent tregtohet rreth nivelit të $88 për fuqi, ndërsa në periudhën kur nafta në Shqipëri kushtonte 206 lek për litër, çmimi Brent ishte rreth $98 për fuqi. Policia kufitare në Ksamil bllokoi një gomone e cila po lundronte në sipërfaqen e dedikuar për pushuesit në zonën e Gjirit të Hartës. Fillimisht mjeti lundrues u filmua nga vizitorët e plazhit, ndërsa pak çaste më vonë u bë mundur identifikimi i drejtuesit të gomones dhe bllokimi i saj. Policia e ndëshkoi drejtuesin me një gjop prej 500.000 lekësh. Autoritetet u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë rregullat në plazhe, ndërsa kontrollet po vijojnë për të garantuar sigurinë e pushuesve gjatë sezonit turistik. Në 6 gusht do t'jetë prova e parë për konstituimin e Parlamentit të Kosovës pas takimit me partitë politike. Albulena Haxhiu, e cila ushtron kompetencat e presidentes, apeloi që palët të tregojnë përgjegjshmëri dhe të japin fund krizës. Ka përfunduar takimi i ushtrueses së detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu me përfaqësuesit e partive politike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Haxhiu tha se palët u pajtuan për agjendën për konstituimin e kuvendit, i cili hap rrugë formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Albulena Haxhiu përsëriti se në përputhje me kushtetutën, seanca konstituive do të mbahet më 6 gusht në orën 10. Rendi i ditës i seancës konstituive sipas rregullorës ka këto pika: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit së 8 mandateve, shqyrtimi i raportit të tij, betimi i deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetares kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Haxhiu njoftoi se administrata e kuvendit ka përfunduar përgatitjet për regjistrimin e deputetëve, i cili do të zhvillohet në data të ndryshme sipas subjekteve politike. Ndërkohë, nënkryetaria e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu tha se partia ende nuk ka marrë një ftesë nga lëvizja vetëvendosje për të rifilluar bisedimet për formimin e institucioneve të reja. Në fakt nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprerë dialogun ton me vetëvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'ua bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. Kurti, partia e të cilit fitoi zgjedhjet e 7 qershorit, ka nevojë për një marrëveshje me opozitën për të siguruar që vendi do të ketë president të ri dhe kështu t'jap fund krizës së gjatë politike institucionale.
Territori spanjoll që ndodhet në veri të Afrikës është tentuar të kalohet nga mira emigrant. Për shumë orë forcat e sigurisë në Marok e patën të vështirë të ndalonin dyndjen e qytetarëve, ndërkohë 57 persona humbën jetën. Rreth 49.000 emigrantë u dyndën gjatë natës në qytetin maroken Fnidej pranë kufirit me enklavën spanjolle Ceuta në një përpjekje masive për të hyrë në territorin e Bashkimit Evropian. Rreth 2.000 deri në 3.000 persona arritën të kalonin në Ceuta të enjte, ndërsa shumica e përpjekjeve u penguan nga forcat e sigurisë. Pas fluksit të madh të emigrantëve dhe rritjes së numrit të viktimave në të paktën 19, Spanja dërgoi përforcime policore dhe ushtarake në Ceuta, ndërsa autoritetet marokene shtuan kontrollet në zonën kufitare. Për ngjarjen reagoi edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila theksoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë mbrojtjen e kufive të jashtëm. Imazhet që vijnë nga Ceuta janë të papranueshme. Nuk mund të lejojmë askënd të vinë në bashkimin tonë pa ju përmbajtur rregullave tona. Kalimet e rrezikshme duhet të ndalen menjëherë. Rrjetet e kontrabandës duhet të çmontohen. Mes emigrantëve kishte gra, fëmijë dhe persona nga Maroku dhe vende të tjera të Afrikës. Disa u përpoqën të kalonin përmes gardhit kufitar, ndërsa të tjerë tentuan rrugën detare duke notuar. Dëshmitarët raportuan për automjete të djegura dhe rrugë të bllokuara, ndërsa disa persona thanë se ishin përfshirë në përplasje ku njerëzit shtyheshin dhe shkelnin njëri tjetrin gjatë tentativave për të kaluar. Ceuta së bashku me Melillën janë dy territore spanjolle në veri të Marokut dhe përbëjnë kufirin e vetëm toksor të Bashkimit Evropian me Afrikën. Për këtë arsye, ato janë pika të rëndësishme për emigrantët që kërkojnë të hyjnë në Evropë. Marrëveshja për çarmatosjen e plotë të grupit militant Hamas është finalizuar në Kairo. Presidenti Trump tha se kjo është një arritje historike e Bordit të Paqes. Presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi se bisedimet e zhvilluara të enjte në Kairo me drejtuesit e Hamasit kanë çuar në një marrëveshje për çarmatimin me faza të grupit militant në Gaza. Bordi i Paqes arriti një marrëveshje historike për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në Gaza. Çarmatimi do të vijë në faza. Ky është një hap monumental drejt paqes dhe sigurisë të qëndrueshme. Sipas Trump, është rënë dakord që të kalohet drejt krijimit të një administrate të re palestineze që do të bashkëpunojë me Bordin e Paqes. Në të njëjtën kohë, Izraeli do të ketë sigurinë që meriton, me Gazën që nuk do të përdoret më si bazë për sulme terroriste. Një burim i Hamasit i tha Reutersit se draft marrëveshja parashikon që armët e rënda të mbeten në kontrollin e një administrate palestineze dhe të mos transferohen në Izrael. Ndërkohë, një zyrtar amerikan u tha gazetarëve se Izraeli është shumë skeptik se Hamasi do të çarmatoset, por shtoi se Washingtoni beson se marrëveshja do të zbatohet. Ende nuk është e qartë sa kohë do të zgjasë procesi i çarmatimit. Një zyrtar i Bordit të Paqes përmendi një afat prej 200 deri në 320 ditësh. Mozaiku i Tiranës është tashmë i hapur për vizitorët vendase të huaj. Monumenti arkeologjik qëndroi i mbyllur për afro 5 vjet dhe sot vjen i pajisur me një muze për artefaktet si dhe me teknologjinë që zbulon vlerat e veprës. Një nga dëshmitë historike më të rëndësishme të Tiranës hap dyert me një pamje krejtësisht të re. Pas restaurimit, Mozaiku i Tiranës vjen jo vetëm si një monument i shpëtuar prej kohës, por si një eksperiment mes historisë dhe teknologjisë për të sjellë kështu vizitorëve një tjetër atraksion turistik dhe kulturor në kryeqytet. I ndodhur në zonën e njohur si Mozaiku i Tiranës, pranë sheshit Avni Rustemi, monumenti është zbuluar rastësisht në vitin 1972. Ai përfaqëson mbetje të një vile romake e ndërtuar rreth shekujve 3-4 para Krishtit, e cila më vonë u përshtat si një bazilik paleokristiane. Pikërisht, mozaikët dekorativ të dyshemes dhe muret e ruajtura dëshmojnë vazhdimsinë e jetës në këtë zonë që në antikitet. Në vitin 2022, Mozaiku i Tiranës u nënshtrua procesit të restaurimit dhe rikonceptimit, ku u shtua edhe kjo godinë që do të shërbejë si një muze për artefaktet arkeologjike. Sot, ai transformohet në një hapësirë moderne interpretimi, ku vizitorët nuk mjaftohen vetëm duke parë rënojat, por mund të zbulojnë mënyrën se si ka qenë dikur vila romake që fshihej nën to.
Këtu kemi rindërtimet mozaikëve në kuptimin digital të fjalës deri ndërtimin e vilës romake ku mendohet se ka qenë e gjithë pjesa e mozaikëve të gjetur dhe mendohet që me shumë vërtetësi është bërë një rindërtim digital i cili është edhe dinamike dhe mund të komandohet me komanda virtuale, edhe që të mund të kënaqë edhe ata vizitorë që së shpejti do të jenë këtu edhe me bileta, edhe do të kemi një administrim dhe një menaxhim që do të jetë edhe për të ndihmuar mirëmbajtjen, edhe për ta vetë financuar mozaikun, të gjithë programet e tij edukative, kërkimore. Instalacione digitale interaktive i ofrojnë publikut mundësinë të eksplorojë historinë në një mënyrë të re ku teknologjia nuk konkuron monumentin, por ndihmon në leximin dhe kuptimin e tij. Nga një sit i harruar për vite me radhë, Mozaiku i Tiranës është shndërruar në një destinacion ku historia nuk lexohet vetëm në gur, por edhe përjetohet përmes teknologjisë. Një mënyrë e re për t'i dhënë një trashëgimisë kulturore e për ta bërë atë më të afërt për çdo vizitor. Për herë të parë, Shqipëria do të përfaqësohet me 2 ekipe në UEFA Champions League për femra. Shkodranet me traditë tashmë në përfaqësim do të luajnë kundër kampiones Slovakisë Spartak Mijava me objektivin e vetëm kalimin e turit, ndërsa Polonia e Fierit përballet me suedezet e Hammarby. Vllaznia e futbollit të femrave do ta nisë më 5 gusht rrugtimin e europian të sezonit të ri në UEFA Champions League. Kampionet e Shqipërisë do të presin në fushë për gjysmëfinalen e grupit në turin e dytë, ku përballë do të kenë kampionet e Slovakisë, Spartak Mijava. 2 skuadrat janë ndeshur edhe më herët në këtë kompeticion, me vllaznin që kishte arritur ta eliminonte ekipin slovak. Mendoj me këtë lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletuar. Është servit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Pukës rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje të shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League. Në prag të sfidës europiane, klubi Shkodran prezantoi edhe përforcimet e reja, portierin e kombëtares shqiptare Antigoni Hyska, si dhe amerikanen Kendall Server. Janë 2 ndeshje shumë të forta, por normalisht që duhet të kalojmë herë ndeshjen e parë dhe të mendojmë pastaj për ndeshjen e dytë. Jemi stërvitur, siç thash, gjatë gjithë kësaj kohe, shumë mirë, janë afrimet shumë të mira që janë bërë në klub. Gjithmonë klubi ka synim që të kalojë fazën në grupe dhe që të arrijmë sa më lart. Kur mora ftesën për t'ju bashkuar vllaznisë, u ndjeva shumë e lumtur, sidomos për faktin që do të luajë në Champions League, turneun më prestigjioz në futbollin e klubeve. Është një mundësi e madhe dhe duhet kemi besim te vetja. Kemi ardhur për të fituar, për të bërë histori dhe besoj se do të arrijmë kualifikimin. Paraqitjet e mira të vllaznisë në Europë vitet e fundit kanë ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e koeficientit të Shqipërisë. Si rezultat, vendi ynë përfaqësohet për herë të parë me 2 skuadra në UEFA Champions League. Përveç vllaznisë, Apollonia e Fierit do të luajë gjithashtu ndaj skuadrës suedeze Hammarby. Futbolli italian dhe ai botror humbi një prej emrave më të mëdhenj. Franco Baresi, mbrojtësi dhe kapiteni legjendar i Milanit dhe Italisë, ndroi jetë në moshën 66 vjeçare si pasojë një sëmundjeje të rëndë në mushkëri. Franco Baresi konsiderohet një prej mbrojtësve më të mirë të historisë së futbollit botror. Ai përfaqësoi për afro 2 dekada në nivel klubesh vetëm një fanellë, atë të Milanit të madh të epokës së Berlusconit, me të cilin fitoi tituj të shumtë, ku bien në sy 6 kampionate dhe 3 kupa kampionësh. Me Italinë ai u bë lojtari vetëm që fitoi një kupë bote, ndonse pa luajtur, dhe pastaj një vend të tretë në 1990 dhe një finale e humbur në 1994. Baresi u tërhoq nga futbolli në vitin 1996 dhe më pas Milani në nderim të ikonës së vet, tërhoqi edhe fanellën me numër 6. Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu.